Partia Socialiste e Shkodrës ka thirrur Asamblenë e Qytetit për të diskutuar lidhur me rezultatin në zgjedhjet lokale të 2015-s. Mbledhja e asamblesë u zhvillua me dyert të mbyllura pa praninë e medjave. Në këtë asamble që ishte thirrur nga deputeti Nami Kupliku, morën pjesë për veçantarëve të asamblesë, kryetari i PS Andi Halluni, koordinatori Luan Heta, Kedi Bashdari që kandidoi për Bashkinë Shkodër dhe deputetja Mimoza Hafizi. Në përfundim, kryetari i PS Qytet Andi Halluni nuk pranoi të komentojë. Keni një koment? Kedi Bashdari pas zhvillimit të asamblesë e quajti normale mbledhjen edhe pse kishte debate. Faktikisht u bë një takim paraprak për të parapryer nesër një analizë tjetër, e cila do bëhet e detajuar edhe me shifra dhe që shmang debatet. Për sa kohë që analiza mbetet në konturet subjektive, është pa mundur që të flitet për rezultate. Unë dhe deputeti Kupliku kemi pasur historikisht një marrëdhënie shumë të mirë, shumë konstruktive, që normalisht në një mbledhje është normale që të ketë edhe shkëmbime idesh. S'pash gjaka nxehtë. Koordinatori Luan Heta deklaroi se në PS-n e Shkodrës duhet me domos të bëhen zgjedhje si vetmi shpëtim për socialistët. Po ishte një analizë e punës përveç të tjerave, diskutuam hap për problemet cilat në sollën humbjen, besoj që ishte produktive, mund themi, sepse do vazhdojnë prap analizat tjera, marrjen e masave. Po do ketë edhe ngritje zëret, sepse normale është, nuk është se ne kemi perfeksionin në partinë tonë. Pastaj vim pas një humbje. Keni diçka për t'i thënë edhe publikisht deputetëve të zotit Kupliku dhe zonjës Hafizi ashtu si mbledhje? Po them që besoj do të jetë më i madh bashkëpunimi në vazhdimsi, sepse nuk është se ne kemi një situatë shumë optimiste, po them që do punojmë intensivisht me njëri tjetrin. Ju tha që duhet bëhen zgjedhje, ndryshe s'ka pëse. Po, normalisht kështu duhet të funksionojnë gjërat me një kryetar të zgjedhur nga Asambleja e Partisë Socialiste dhe pastaj të marrin masat e vazhdimsin, jo importime të ndryshme me preferenca personale politike apo të klaneve mbrana partisë politike. Keni një lloj përgjegjësie për humbjen? Absolutisht, secili socialist do të marrë përgjegjësinë e vet për sa i përket humbjes. Pas asamblesë për qytetin, socialistët pritet që të bëjnë të tjera takime për të përmbyllur analizën e humbjes me 21 qershor.